10.5% thonë para vitit 2013 dhe njësoj 14.6%. Lami, tani, të thash, këtu është një tezë e imja në gjithë këto, sa u bë që bëjmë sondazhin zaloshe nga shtatorë, nëntor, dhjetor, janar, shkurt, mars, pra 6-7 muaj që ne bëjmë sondazhin. Ajo që mua më rezulton, Lami, është që nisu nga opinionet e njerëzve, kuptohet, se këtu po pyesim njerëzit. Sigurisht, patjetër. Që ka një realitet pak më ndryshe nga ai çfarë reflektohet media dhe çfarë reflektohet në diskursin publik dhe politik. Pse e them këtë? Sigurisht ne shikojmë që imigracioni është problem nga ata njerëzit që na sjellin ushqimin në shtëpi, që nuk janë më çuna, fillimisht ishin çuna Tirane, pastaj ishin çuna nga jugu apo nga veriu. Pra është ajo që thot Beko, pra imigracioni brendshëm, pra vinin njerëzit në Tiranë për shkak politikave të sunguara të zhvillimit temi kombëtar urban. Tani kemi nga Bangladeshi dhe kryesisht nga India, pra nuk është problem, të e ndjejmë gjithë. Kemi problem me njerëzit që marrin punë, që nuk i gjejmë etj. Pra nuk është më puna sa paraja front, thjesht, është puna që nuk i gjen më. Por ama, të dyja këto pyetje, dhe kjo e para, pra kur emigrojnë më shumë, para apo pas vitit 2013, kemi vënë 2013 me që është momenti i ndrimit fundit për pushtetin me Shqipëri, dhe me që demokratët këta e kanë kthyer në tezë kryesore, ama rezulton në dyja pyetjet që realiteti është pak më ndryshe. Dhe flasim për emigracionin dhe duhet i besojmë këtij sondazhi, pasi në emigracion kemi të gjithë nga një që o ka ardhur o ka ikur. Konkretisht unë jam kënë 19.5% që jam kthyer, ndoj ta pothuaj se 17 vjetë. Po, edhe unë jam të 19.5%. Dhe u ktheva në vitin 2009. Unë kam shkuar e kam marrë 3 herë, po temi hera fundit është para vitit 2013. Unë mendoj këto të dhëna që vijnë nga sondazhi janë domethënë se lidhur me dy faktorë. Faktori i parë së brendshmi. Është fakt që Shqipëria ka një imazh tjetër, ka një look tjetër, ka një perceptim tjetër dhe ka një dinamik tjetër që ritmi është i tillë që na e bën në duke turist apo njerëz që njohin që kanë kohë pa ardhur, pa